mbaron. Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për juve që vazhdojnë shoqëronin me Klam Radio me Koa Vizionin, për juve që në këto momente jeni në përvetura edhe keni nxehtë, edhe për juve që jeni në shtëpi edhe keni gjetë, keni kap hijen. Na nga ky moment deri në orën 18 do ju shoqërojmë së bashku me Fionën, që do më thonë Fiona sot nuk ka koment, nuk foli, nuk heq as bish përshëndetje vëllai keni. Ti s'fol. Që tash vëllezët, hiç më stanin. Ju që jeni në komunikacion na dërgoni foto dhe na tregoni ku janë pjesët e ngarkuara, ndërsa ju të tjerët tash Fiona ju tregon se për çka kena me fol. Cila është tema e ditës së sotme? Edhe më kujtu tema, më shumë mirë shkoni, po di pishaj gore po bëj. Se i nxehti domethënë më ka kaplu sidomos orën e fundit. Sa thën hi është matja? 38.3 për momentin ne ku jena. Ndërsa në diell tash llogaritë somnët me qenë, se na ndjell jena të ekspozum kështu në të gjitha anët bukfalisht. Mirë se erdhët edhe sot, uroj që keni pas ditën e mirë pavarësisht temperaturave të larta, e që është paralajmëruar që nga java e kaluar që e enjtja sidomos ka me qenë kogja e ngrohtë, ka pas edhe thirrje që me u mbrojt sot nga daljet e panevojshme në qytet, kështu që uroj që i keni dëgju ekspertët edhe e keni mbrojt veten në shëndetin e juaj. Edhe sot si çdo ditë tjetër kena një temë që kena me fol, e tash kemi mundu që të paktën gjatë javës në vazhdim me sjell tema që kanë të bëjnë pak a shumë me verën. Kështu që sot pyetja është kështu: cilën verë e kishit rikthy? Cila është ajo vera që ju ka mbetë në mendje, ju ka mbetë në zemër, ju ka mbetë në kujtesë, ose ndaj verë e jashtëzakonshme që ka ndodhur diçka e bukur, e që kishit pas qef me rikthy edhe një herë. Pasi ta dëgjojmë këngën e parë në 049 978 978, edhe fotot komunikacionit, edhe telefonatat e juaja për temën. Unë që thash s'du me fol. Young Zerka e Sahi.
Mund një foto me na thonë se çdo është pak më ngarkuar, ka më shumë kolon. Nëse është e kundërta, ju mundeni me na dëshmu me fotot që i dërgoni. E gjithashtu mundeni me na ndjek edhe përmes glamradio.fm, koa.net, glamradio 886 në YouTube. E pas mi të prusat me ujë. Eto jo, po ta lashoj fion që atu thash me pas rezervë se si po dihet. Po mire ki, se po të dyjat kam i pis. Se si dihet, që telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Sot jena krejt Ja për një shpidolin për ja të fota. S'ka me të kësit Am të mërina të Raovet. Qysh jam di, aje mirë. Qysh është Raovet, si të regom? Alla nëzet është. A i një flaka dhe atja. Sa gratë po ta qetë ty? Veç pa nëzet, po në gjenë ku pjesha juve me shto marica trashat tim. Jo, bre veç po dokën, se si janë trasha, heq. Vala bëllë. Nese tash këtë s'po do këtë nga po tholla me janë ndi. Nese, faleminderit që po me rakosësh për neve. Kaloni mirë. Ton kaloni mirë, faleminderit shumë. Çfarë tjetra pion? Kësë gjete. Çfarë më çaj, okay. Nese të po na bën gojle njëri që u kallëm. Nuk e ka për të keq. Mja ko poçet. Alo. Kujna, Hamdisa? Hamdiu. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Oki. Oki, si jeni? Mirë, faleminderit ju. Për nga përna telefonon? Për Lozanës. Halo? Tash mos ke lëviz, oke, mos ke shku na ikon. Jo lëviz, nuk jam non-stop, jam statik. Okej. Hajde të regom të cilën verë e kishe rikthy. Verën e para 15 vjetëve. Verën e para 15 vjetë. Pse saksisht qatë verë? Sa vjetë një martu. Mu martu apeta? E tash i shedasht mu martu me ndrunusen, a veçat qka? Do më safir më s'me thirë. Okej, e kështë e ripërsëris dasmën me hek me shkurtu pak listën. Do mi hek, do mi shtu. Nuk e ki keq. Kone kështë hek, a kina i konë që kështë mujtë me thonë amrin publikisht? Nuk e njef, nuk janë njofë. Jo, unë si njo, ata asu po të mi njofë. Ata të njohin. Asu s'po të mi njofë, veç kështu. Na i gjallë të halës, tezës, na i kusherit largë, kone kështë hek. Shko qef, mishti, jo therë, sa kështë qef, i sojnë. Nuk po donë me thonë amrin, a? Haj se e din ata vetë, si tani më përgjigjen tane, e din ata kush janë. Okej, faleminderit. Ju uroj një fllatë të mirë. Faleminderit. Ku me gjetë vetë shtrohet pyetja. Duket e kanë lishu nxemjen me 3 tela sot. Po mdoko termokosi e ka lëshu se nuk gabimisht. Ka e na sill me fionin i prek shumë radiatorat, mos jeni shumë radiatorat. Diçka s'është në rregull. Ton kalofsh mirë. Bile dhe ty kur po ma afrohesh X si radiator. Si radiator jam. Po që një akumulusi nxehtësisë edhe ti. Jam ka qyri mu bona i farë pompe termike dimnit. Shëshërby. Po qysho. Go plus via numër 1 energjike në vend, po vazhdojmë me dhënë dhurata. Edhe çfarë dhurata, se veturën Avatar, atë veturën e mrekullueshme Avatar 12, veturën elektrike, nëse nuk e keni pa, ju preferoj me hi me pa shpejt e shpejt. Kush e don këtë veturë, tupi Go Plus mundet me fitu, nër ka pak e ka një kod, dërgoni tek loja goplus.com, dhe sa ma shumë kode që dërgoni as ma shumë shanse keni me u bo me këtë super veturë. Sa e përket komunikacionit, dhe njerë pjesa poshtë vetërnikut, po vazhdojmë që jeni ngarkuar për tek rrethi duplex, pra pjesë e ngarkuar kjo. Pjesë të tjera nuk ka të raportume, do më thonë, i kanë respektu ato që i tha dje i KSHPK-ja. Mos me dal. Që më largu, mos me dal, po më vjen shumë mirë. Kere ka, po kolon s'ka. Jo, kolon s'ka. Tash mos keq kuptumi, se nuk është keq shpras qyteti, po kolona gjata që ka pas me orë, me minuta, nuk ka. A thukuj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, batere dhe për ty si e? Mirë, po ju se jeni mëre. Mirë, faleminderit edhe na jena shumë mirë. Jas për nëzatë janin. Jo, më qëfar, e ki flat. Ty e historinë më pa shumë ku për muhe. Qka je bre të thonë? Hajde të regom cilën vere e kështë rikëthyte? Vallaj, verën e 72-shit, 1972-shit. Qka kishe bona të verë? Së din, që të së din? Për herë parë me grua, se jem konë edhe ma herët, po për herë parë me grua kër jem shkuën në Ulqen. Honeymoon. Që shu ka në Ulqeni 72-ën, a bën me dit? A ka nejtë në të lasht madhe, a dhe në të voglën, në 72-ën? E vogël u konë, shpia tëllta, si kur bështëria do herë ma herët. Do më thonë vish me shpia tëllta, jo hotelet më dhaja, jo ndërtimet më dhaja. S'ka pas dërtes 2-3 katë që ma shumë korriq. Edhe qysh ka lutë atëhere? Shola, së më vjen me harru atë vetë. Jo se pas ke harru, ko ka konë viti Jo ame. se harroj kur. Jeni knaqa? Qka bëjshit batir?
Kur gjallë, po thonë po të plaka, po thonë po të plaka. Po, të nëllon gjatë, more, kore mendova atë ko. Seriosisht, do më thonë ki shumë emocione kure menon 74-ën, a the? Dytën. Verën e 70? Dytën, falë. 72-ën me... Po, a ke tentu... 25-ën, Bater, 50 vjetë gati ndryshim. para 50 viteve. Bater, a ke tentu që tash do më thonë... që po kërtet bre. Po, ndëgjëm, a ke tentu me bo tash me kthy edhe njëherë një kujtim me shku edhe njëherë... Po, ju përshëndes ti vendisha një Faleminderit, jo, s'ki qka. To në pyetje des, u kry. Jo, bash do isha me dita, a ka menu në erë me marë, do me thonë grut, me thonë, hajde të festojnë a 50 vjetorin ati qefit, që e këna bon 72-ën. Edhe me shku me u knash, pse jo? Kur i pas ka ra 50 vjetori? Zimi! 40 gradë zimi! 72-ës nuk e dita, a këtu tjerat nashta okej. Unë që ka di me tonë është me ma rezervu na i bilet. Dikon ku është ma flatë në këto momente kësha shku. Prishtina Ticket, shkoni, rezervoni biletën, krejt ju që keni me shku drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë apo Luksemburg ose edhe në Paris, ose anasjelltas prej këtyre shteteve me ardh edhe në drejtim të Kosovës. Operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës sjell çmimet më ekonomike plus me 20 kg bagazh falas. Se keni çantën e dorës 6 kg falas, keni mundësi me bë online check-in, keni mundësi me rezervu ulsen online, pa pagesë e shumë benefite tjera veç me Prishtina Ticket. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër. Mos bëhet për sene tjera, se për ku me shku që është me shëtit më knohen që e para të kalzoj. Po, edhe i ka një farë emisioni of the map, po mi këshyr do varvene, do ishuj, do më thonë me 3 banor. Sot bile kështu e boat hullumtimin për destinacione unike në krejt botën, edhe cim është shumë interesant edhe shumë unike kjo puna jonë që e bojmë se të shtin me hullumtu edhe me marrë informacione që kur njetë nuk të kishku mendja me hullumtu për kontinentet ndryshme, për ishuj të ndryshëm që ndodhen mes oqeaneve, gjithë që kam sënë, shumë interesant. Për ndryshe nëse veç dëni me ndëgju që djela, është rubrika jam of the map. Po ka dhe shumë rubrika tjera, wellness për sport e të jetë jo, po e jam of the map është 11:30. Jesë që t'javë dëni me ngu se ishë interesant që e ven. Për ishullin Tristan. Për ndryshe edhe atje bën interneti IPCO-s, jo veç atje, po gjithkon ku shkoni në Evropë, por që ka boj IPCO për ata që kalojnë pakon infinit edhe e blejmë biletën e Sunny Hillit me 12 këste. Pra nëse unë e kalojnë pakon infinit, tek Sunny Hill e marrë biletën me 12 këste. Tek dyqanet e IPCO-s mundri me shku, edhe me po ma shumë pytje, edhe është një super mundësi, dhe më thamë për ata që dojnë me shku si vjetë në Sunny Hill, që është një super festival. Dita e parë së dëmos, po pritet me qenë para e dyta, e treta, për mush, do më thonë e dyta, po i referona Dua Lipës që ka me përformu. është e jashtë zakonshme, do më thonë pepresh kështu me padurime. Nata e dytë, s'kena C4. Ati po ti e kime DJ ati. Te mo qako. Alo, përshëndetje. Me batiri. Përshëndetje. Kush na telefonon? Ja, nuk më ju kaltu se të ma bënit madhe, po më thuni jep ju katunari që s'ko, si klinës po folëm. Se mërë, kur t'kina thonaj, ke thonaj dhe tja? Ja, si ne, ja me ty me ty kam full, ja, hajgore. Qka bre kum thonu, na kum thonaj se n'kesha. Jo bre veç ajo folja, që po thoi tani arsimi kështu, arsimi ashtu. Arsimi ashtu, qishtë qia, po se po thojnë ky për na thirë piktuj, kështu ashtu, ani, no. Që se Fiona e ka një pytje për ty? Cilën vere kësheri këty? Te eks-person, se s'po dhja shumë të drejtu i ndëruar. Ja, unë tentova, po jo s'më vocën e përgjithua Bekimi, tha, Bekimi. Bekimi, jo s'pas nani, më falë. Bekim, cilën vere kësheri këtyti? Ka shumë vera, po kësha këthy një verë, ati para lukte, të konë shumë e mirë. Cila? E 94-ës, 95-ës. Qka ka ndodha atë verë? Tregom? Kur e kom kry gjimnazin e klinës, as kena ditë, kur kena pas mbromje, as kena ditë kur në Askeni... dhe herë më kujtu e ku jemi sot. Okej, dhe më thonë është viti kur e ke përfundu gjimnazin edhe ajo është vera e parë dhe më thonë si gjimnazista që e ke kry shkollën. Heka ma kesë, e kry në gjimnazin do është për shështje më bromit, më shef, senet, më shefta mes me ditë kur më knosas me përshëndet. Okej, sa misterios po dënë me qëndru në përgjigje. Po, që ajo është konë dëqysh
Me kujtu me ditë sotit, për bëjnë një mbromje, I bëjnë me 200-300. S'krahazohet as ajo 72-ës nuk krahazohet me sotit, pa e pen njërin 72-ës tha me kthy 72-ës me 94-ën të bekimit nuk krahazohet. Nuk krahazohet, 94-ta nuk ka qenë situata shumë për me për kësaj sene, e di. Ja qysh ka qenë? Në shkolla private, në shkollë... Po dina për shkollë shtëpi, që kanë qenë ato, se... Qajo ka qenë. Okej. Po për çka e kishë rikthy këtë verë, s'po të kuptoj? Për çato takimet interesante. Me një dhomë, tap ju nul që aty në shilte, e kanë kryer shkollën që aty s'ka pas banka që di lag ma shpuzën a makarrikën. S'ka pas atëre. Okej, domethënë si rrota juj. Nëse s'po foli. Ne kem faleminderit shumë. S'ka fol. Edhe një sekund, kena pas mandje. Kel çugojt pak ma fell. Qysh edhe një herë bekem? Kena pas mandje, kena pas ma respekt, kena pas ma dashni. Okej, kena qenë ma të bashkum. Se situata ka qenë e tillë, që shtatëcimi. Faleminderit shumë, të përshëndes. Sot mundesh me konë më bashku me kita na sanet, po ja sot jeni pak ma ndryshe gjithçka. Ani jo. Bekem mos mu kap këtu se më njëra carona. Ti e para, po. Gjenerata e rekshë. Cimin mos ju drejto se është I moqëm. Faleminderit Bekem, të përshëndes. Hajde respekt. Ciao. Okej, faleminderit. Nxetë sot si shkon përshëndetja se e ka nxet. A thot tash me flok të reja ropi garant kollët. Jem të jamojnë kojnë. Toyota RAV4 2.5 hibrid me 222 kuaj fuqi është një super vetur. Për juve që po mendoni për një vetur që I ka 10 vite garancion që është për një me, ndash për mal, ndash për qytet, ndash për atje, ndash për atje. Shkoni edhe shiheni Toyota RAV4, që po jemi super çmim me super ofertë. Përveç Toyotës RAV4 keni edhe shumë modele të tjera, kështu që para se me vendos me bleni vetur, me shku deri tek Auto Trade atje, edhe me I pa vetura Toyota, me boni test drive e pastaj vendosni çka doni. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje si. Përshëndetje, Nasser si je? Një mirë. Mirë jemi shmëshimi, faleminderit. Ju si jeni si kalani? Po e vallahi mirë si, no. Si ke kalu sot? Mirë? Po e mirë, vallahi që du tash po pim qaj nxese, më ka thonë kërëshe du me pim nxet, kërështe du me pim nxet. Po I nxeti me nxet, qështu kam thonë. Këshët po mysh edhe një sa qafër aty. O, kalzëm, cilën vere kështë këthynë? Valla, kësha këthy, nëjsa, I gjithë vere, o kone mire ka atë... Ama një që je knash, me një verë që je knash. Jo, Allah, me një verë që më knash në 2000, kërë bo shlerimi Kosovës. Do më thonë verë në vitit 2000, që po I bjem vera e parë e shlirimit Kosovës. E shlirimit Kosovës, ato kësha këthy, nëjsa na përgjërsim gjithë vetë, po aja kone e knasi, aj më lefi që na konë të që më tjerije. Po të kështoj. Okej, faleminderit shumë që na ke thirrë. Ska që kaleni mirë. E pas një pasditet mrekullueshme. Faleminderit. Për ndryshe, s'ka përse. Për ndryshe. Rrethi I spitalit për tek rrethi me flamur është pjesë e ngarkuar me kolon. Rruga Agim Ramadani tani është e ngarkuar nga Udhkryqi Menzës për tek komuna, si dhe po shihet pjesa poshtë Veternikut për një qas atje rrethi duplex që është pak më ngarkuar në këto momente. Këto janë informatat e radhës që kanë arrit në 049978978, njëjti numër ku po vazhdojnë apo presim telefonata, mesazhat lexojna vetëm në pjesën e dytë pas orës 17 në Glam Radio mundeni me dëgju gjitha mesazhat që I dërgoni na I lexojmë. Në pjesën e parë presim veç telefonata, dojna, domethënë veç me ju dëgju edhe me bash bisedua. Në pjesën e dytë mundeni me ndëgju ato mesazhet që po I shkruani, se ka prej dëgjuesve të rregullt që vish na shujnë mesazha. Po dhe ka edhe prej tyre që shkruajnë për herë të parë dhe presin në pjesë të parë mja u lexuaj mesazhin, po në pjesën e dytë e rezervojna për mesazhe. Që një lajm shumë interesant, Prishtina Outdoor Festival para disa orëve kryeqyteti kanë publikuar një njoftim për këtë festival që ka më zgjat për gjatë vikendit, domethënë nesër kam u bë hapja prej 27-it për më u regjistru për pjesëmarrje. Edhe është një festival që ka me u inicu, ka me nis në Sheshin Zerpazit, Titan Amfiteatri, edhe ka me zgjat për 3 ditë, ka me pas zipline për të veçlit
Ka me pas ekspozita të pajisjeve të aventurës, panele diskutimi, prezantime tematike dhe muzikë për krejt pjesëmarrësit. Po e kam publikuar një hartë që ky festival ka mushtri përtej Prishtinës, po e shoh që ka me qenë në Prapashtis, ka me pas hiking, kalerim të kasollet e zonave, ka me pas te vargmali i Kukajve, camping, eksplorim të qiellit, night hike, shqiptari, mandeti liçeni i Badovcit, pas ka me pas edhe atje kajak, pastrimi i liçenit ka mu bë te pylle e Arinëve, ka me pas vizit. Do me thonë në për shumë vende, në për shumë zona, pas ka me pas shumë aktivitete, kështu që hyni te kryeqyteti, shikojni hartën, regjistrohuni edhe çoni të veçlit pse jo le të kënaqen, le ta shijojnë edhe ata pak Prishtinën ndryshe përveç asfaltit. Një ide e mirë, po m'pëlqen. Po, do me thonë organizime të tilla, po m'vjen mirë që fëmijët tash kanë kryq shkollat në përgjithësi, edhe tash kanë nevojë për aktivitete, kanë nevojë për me marr pjesë në për festivalet tilla që ka me qujtë këta. Si kampe verore, po. Shumë e mirë. Kampe verore VIP. 0499 po det. Bazuar në çmime po VIP. Bazuar në ato çka po shohim edhe po i përjetojmë. 300 për ty. Për ty 300, apo kupton, kështu që për ato tjetrin. Po për ata? Gratis për ato. Aty kishe si vetë mos ase 0499 dhe njerë po vazhdojmë po presim informatat e juaja dhe rreth komunikacionin, pju presim me telefonata e në Zahome ka bo një kampanjë Best Wedding Deal se kanë thirë. Që do më thonë, se cilët qifte treja që kanë me u martu dhe kanë me mobilu shtëpin dhomën anë e gnej, përveç 25% zbritje që ka të e në Zahome, ka plus ekstra zbritje për qiften. Kur shkoni atje i thoni jena qiftiri, para me në të shku, po, bënë edhe na ma vjetër me shku me thonë qiftiri jena, brendnoje. Që kena për vjetorin. E kena për vjetorin, a bënë diçka për vjetor. Besoj që po. Edhe, nështë diçka në alëshën. Faleminderit shumë e në Zahom për ofertat në kohrat e duhura. Ne po shkojmë pak dhe në Albi Mall për më u fresku. Është këshilltari juaj financiar që kryen kërkesat tuaja me shpejtësi. TAB, mbështetja e fuqishme për biznese. Kjo është bota e përjetimit jetësor. Përjetimit që na ka ofru shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjet, e qysh mu dok serios kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me to. Albi Mall, gjithmon vendi familje sonë. Ty që punon për një të ardhme më të mirë, ne jemi këtu për të të mbështetur dhe shpërblyer. Apliko për kredi personale deri në 50.000 euro pa hipotek. Merr kredit kartel dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar vetur. Banka Raiffeisen. Make it happen. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Për kthehemi edhe njerë, mi unë i kujtu juve që jeni në përvetura me shkute Petrol Kompani, kur dëni me rimbush makine me derivate, sepse janë derivatet ma cilësore, bëni ma shumë kilometra, përveç kësajna, që i merrni edhe me çmimin më të mirë, ka dhe lojë shpërblyese, se cila mbushje në vlerë 10 euro e tutje, mundet me u bë pjesë e lojës shpërblyese, 10 euro një kupon, 22 kupona e tutje, do më thonë vazhdon 33. Edhe ju mundri mu bo fitues potencial i një anit prej shumë shpërblimeve që po i dhuron Petrol Kompani. Në Facebook e gjeni Petrol Kompani, nëse dëni mi pas edhe cilat janë shpërblimet, aty mundri me i marë krejt informatat. Sa e përket komunikacionit, edhe njerë për i kthemi mi u tregu se nuk ka në e farë pjesë shumë të ngarkume,
Po shihet pak më ngarkuar qasja për tek rrethi i Fush Kosovës nga Brescia, pjesa poshtë Veternikut për tek rrethi Duplex. Pastaj rruga Agim Ramadanin këto momente ka kolon nga në drejtim për tek udhkryqi i Menzës, domethënë është nga atje pak më ngarkuar. Kjo pjesë nga Swiss Diamond. Ne kthesa fion që shkon atje në spoti, prej çasoj na tutje po shihet pak më ngarkuar. Përndryshe mos harro me Munalç aty në kthes za apo ofertat. Swissit, ato të fitnessit e ato po. Po çaj ajo puna e nëse pupi fjallat. Antarsohesh. Akomodohesh kështu thonë. Po se aty edhe mund të më akomodu me krejt mirat. Po nëse antarsohesh për 6 muaj, 1 muaj e ke falas, plus mundesh me shfrytzu span, pishinën. Domethënë u shkon me ushtru, po mundesh me shfrytzu gjithçka që ka të bëjë brenda spas Swissit. Plus me ta dosh del pi fitnessit e kop ndaj farfejese martesën ai dosëm hem përzihesh. Pa ti janisni vallëzimit lezetshëm. 038220000 Swiss Diamond Hotel Prishtina për juve që doni me bëj çfarë do rezervimi. Edhe një herë po duam të përsërit temën, a ka komunikacion çka po? Jo, në rregull. Okej, vazhdojmë ta me përsërit temën edhe një herë për ata që na dëgjojnë edhe po na shikojnë, cilën verë e kishit rikthy, cila është ajo verë që ju ka mbet në mendje, në zemër gjatë gjithë këtyre viteve. E kam edhe një tjetër informacion nga Drejtoria për Kulturë e kryeqytetit, gjatë mbrëmjes së djeshme e kanë publikuar një informacion duke treguar që kanë filluar me mbledhjen e materialeve historike për kurrizin në Dardani. E kemi përmendur edhe para disa ditëve që ajo pjesa e nën kurrizit veç është duke u finalizuar, është bërë shtrimi i asfaltit, është bërë shënjëzimi, për lokale nuk e di se çysh është gjendja, ai gati ose jo. Po duket shumë bukur, i thash edhe Cimit për mdokës se asi metro nëndoksore që neve na kish kry shumë punë, po që fatkeqësisht nuk e kena. Po tash krejt qytetarët që kanë kujtime nga kurrizi, kanë foto, kanë video, çka do të qoftë, munden me i dërgu në kryeqytet. Dosh me hi arkivës ti si një banor i Dardanis, edhe unë për një kohë gjatë ish banor i Dardanis, edhe unë si një ish banore e Dardanis, edhe po du me ndërlidh edhe me temën që pjesa më e madhe e fëmijërisë teme, edhe kujtimet më të mira i kam bashkë te kurrizi. Shkolla fillore Dardania, kurrizi lart, ne kena pas një fontan aty domethënë te kurrizi ka qenë fontana. Po e di që kanë qenë kohë shumë të lumtura. Ka qenë lokali shpella, se kjo është i kujtu, edhe ani dy Robertve. Po si kom rikon e lokaleve, se kom e vogël. U jeta natës që aty u kanë. E kom fjalën kështu ajo loja, shëtitja, miqësitë që jena pas me shok, me shoqë. Kafet e vogla të Prishtinës që aty u kanë. E vërtet. Kështu që nëse keni diçka interesant, se po e Cimi aty ka qenë jeta e natës këtu në herë, kështu që aty ka pas koncerte, ka pas ekspozita. Disa ekspozita u bë, se ka pas ekspozita në shefta në atë kohë, domethënë. Ka qenë një diskotekë vogël për trit nën tunele aty, nuk e di çka u bë me atë hapësirë tash. Bash aty te ora. Kështu që çka do të keni nëse keni mundësi me dokumentu, hyni te ky postim që e ka bërë kryeqyteti, edhe këshoni aty se ku mundeni mi dërgu gjitha këto dokumentime ose materiale historike. Alo, përshëndetje. Mu fol për Dardanin si diçka para historike. Përshëndetje. Alo, kush telefonon? Alo, Meja. A diçka po thot Luli, shumë vjet keni edhe ju. Po bre Lol? Nuk dogam me Lol, veç kena. Po dosti jam, atë. Hajde me tregom ti cilën verë e kishe rikthy. Meja, po më dëshoj. Po. Hajde. Kujtohet për herë po gusht i vitit 1951 kërë kom marë pokën e parë edhe pise sa kom blejnë me atë pokë e më do ka një fakt nërsi o komen do më thonë verën e vitit 1981 ke marë rrogën e parë gushti pik në zetit edhe o kom një farsetore vogël për një pjanë më ke patika të kinje se më kom do patika sa më goj ka të kinjës me do vija qëllë për ta, për më gongë. Po? Edhe i pata mua një parë, patika më to kësi kisa pore, më to kësi kam pare, një farë, knasi e nisha. Po, normal, kur blendi qka me parën tane, me rogën tane të parë, është ko gjani farë krenarie. Ato nuk i këm rritësim të thënishit, po më kujtohen se e vogën. Kam vazhdu ato? Bili edhe ka Dardania, kur u qelë dyshanet e para kineze me gjithë shka një euro. Edhe një emën një super lokalit butikut që u kanë se më kujtu. Okej, qka ke bli me parët e para? Ke bli patika? Patika sa më goj ka të tinge se më komen me vija gjellë për ta më komen që ka majtë men i atë kohë jam komen
jam konë ka 6 tajnë që nuk jam konë lirë. A të kujtojtë sa i ki ble? Nuk kujtojtë si sot, o ta kova me një i koshëre, edhe henum i në ameltore, jam konë të ameltore randa, jam konë të kofja moqme, edhe najtu më pak. Si sot më kujtojtë? Kërë citë temen, më kujtojtë. Të kujto vera të thënishit. Dhe ke dollë ke ble patika dhe ke shku në mbëltore tani, me pina i boronicë. E ka. Anaj akullore, anaj i ndjonga. Qysh si ka ro boronica në patika. A ke qaros shokun? Po, e kuptojtë, pa i shpit, do këshim qatri, 21 vjetë, po do ki që dykysh një farë, që që pak që maj ma, ki pare, ki sane, po nërshë... Po, të rritët pak vetë vestimi, po. Po, qashtu. Me të përshëndes shumë, falimderit si na thire. Falimderit. Hajde dhone të përshëndes shumë, falimderit ty. Mos harroni Ventore Motors, vazhdon me super ofertën për krejt ju që po mendoni për një motor çfarë do brendi që t'jetë çfarë do firmes, thash brand. Po mundet me qenë Vespa, mundet me qenë Aprilia, çka do qoftë deri në 125 kubik, derivatet kemi pas falas për krejt vitin. Prej momentit që e bleni motorin deri vitin tjetër në të njëjtën kohë, kemi pas shpenzimet falas të siguruara nga Ventore Motors. Kështu që shkoni atje, testoni, shikoni se cilat modele janë më të përshtatshme për juve, edhe me paret që e bleni motorin i keni edhe derivatet falas. Alo, përshëndetje, telefonata radhës në Viber. Kush ka telefonu? Alo, përshëndetje, Cimi. Hajde gjyshe si e? Përshëndetje gjyshem. Përshëndetje dhe për juve shumë. Si po kalon? Që tu jem hi mrena se për jashtë. Ja mos del jashtë thot. Ja mos del gjyshe jashtë. Ja hina mrena se nuk u bëm nejt më jashtë. Ja s'po bën, do të me pas kujdes sot, sidomos ata domethon më shumë pak me pas kujdes, mos me dal të paktën deri pas ditës dikur kur pjekët komplet dielli. Oj gjyshe, ai nëse e moj mend se atë ozën dar tani oj fion ti kallzoj fionës diçka që si temperatura din shumë ndryshme me patika të kinës. I shkrike për fëmijëve sy vjen janë nxehtë ndonjë. Kjo s'di çao kon tash ky diell ndryshe, më rapon nxen më ndryshe. Na nervoz, siklet. Çka puna, atëre stas kena dita sa 30 grada, 40 grada, ecë kena ditë. Ka ditë edhe me na rujt ose. Se deshem sot. Po fol gjyshe, fol. Na kemi punue para lufte, është fjala para lufte, kemi punue prej të ditën që ditë kemi punue. Po dhe, që ta po thëm? Që ta po thëm? Kish boko ma. Po i qyshe kalzën, cilën vere kështë rikëthy? Cilën vere kështë rikëthy? Dalim tem. Janë shumë vera që i kësha këthy, se cila u konë me mirë se tjetra, por një dë me veçue, në që se banë, verën e dy korrikut 1999 që jemi këthy për i molit zi dhe jemi ardhë në tokën tonë Djegun, por shumë e mirë që u këthym. Edhe pse ishë shpia të Djegun e rafsh me tokë, e këshin besë shtalla luve. Edhe aty, kur nuk e krasoj me asë një gëzim që u lirum edhe në shpinë tonë, në burin tonë, tokën tonë, edhe pse u dika jo kej që shosht, edhe pse djallën e kisha në Amerika, atëre kisha ditë kër është në Amerikë, po kështu mirë edhe bom një jetë mirë. Ajo verë do këtë muë, edhe pse u kone lës me lufta në e këne. Po e kuptojmë, po si do që tjetë do më thonë është vera ma e mirë për ty, se po e kuptojmë që shka qenë situata. Kemë rrugën për malëzi, gjithë tonë kanë thonë 10 vjetë s'kvehem, edhe kom kojtë një 15 minuta. Tashti atë kërëjtë mas 7 jave, ajo verë është për mu e pas shlyme dhe në minutën e funit. Okej. Edhe është pak e dishme, por është edhe e gëzushme. Shumë faleminderit gjyshe që na ke thirrë pas një pasditë mrekullueshme. Po kujdes mos e çel, domethënë derën e furrës se pi bën tash me çel, më herët e hapëm këtu pak dritarin. Edhe thashëm që ne çfarë thasë na ka. Mos përgatitni sot kur jo ama. Sallata diçka që. Po më delni bile sot mundi kështu. Pas sot nuk duhet me pajisje elektrike sa pak më shumë. Atë lezeve që mesazh se. Hajde. Ose kam rënë domethënë prej që kum pas këto kam rënë po. Hajde. Po thot kështu. Kush e ka shkruar se di bollkesin se ke shkruar anin. Po thot e kisha kthy verën në dhjetorit se na kalli krejt. Qershori. Përshëndes, shumë faleminderit shumë. Nuk i dihet, nështë ta këna me më rritë rejnë. U kam 10 orë, a ke po 10 orë, 9 orë, ka njerë dilshim. U kam koha mirë.
Mire ka njëri me kthy pak me pravere, po një bashverë. Ama që shka nis ndryshimet globale, ndryshimet klimatike, nuk është shumë çuditshëm dhjetor kena me bashverë. Babadimrin me shkurta. Kur nuk i dihet. Kur del babadimri me shkurta. Vitin e ri nështë ta kena me prit ndorës shumë shpejt. Kur nuk i dihet, që kena nis mos me rujt këtë planet. S'ka tani verë ndimër, verë. Dimër. Çe telefonata. Ose hallakom na i sen. Hallakate, valoni tani bën buj. Po, çe. Alo, përshëndetje. Alo. Kush telefonon? Përshëndetje nga Drenosi. Si jeni? Kush na përshëndet nga Drenosi? Si jeni? Mirë, faleminderit. Kush po na pyet? Anita, po keni nxehta, çish po kalon? Jo, më çfart. Vlladu mërdhim. Po, jo, valla na ka ngrej kitilin këgja shumë qëtash. Sa ndrenas sa e këshyre? Valloj 38% tash zdi sa është. 38. Po premecimin e tha ma herët, çto hiç po mdokën çto matjet e sakta. 36 është ka qetë çtash në Prishtinë. 37 real feel, po që është shumë më shumë garant. Hajde inshallah. Cilën verë kishe rikthy? Vallohi, s'kisha rikthy asnjë, ma secila ka atë thjeshin e vet. Mirë, është mirë s'është keq. Pse ja? Nxehtë me koncert dimrit të hy po nxehtin. Se cila verë ma interesant se ti. Ma interesant, po cilën e kishe kthy? Po thot asnjën ende? Jo, ja, po më intereson me ditë. Ja, ne ti djalë që tonë në ty, ma nxehtë në çito. Ky djali po. Okej. Djali i ri? Ani, okej. Okej, faleminderit shumë, të përshëndes, verë të këndshme të bukur, të fladitshme. Ty të përshëndes tonk. Faleminderit. 049-978-978, vera e do me shku edhe me u dekoru pak me diamant ose me ari. Bishterit po janë më të lezetshme dhe më bukur rinë në një trup të rrezitur, si për shembull gjatë verës. Kështu që për ari 14 ose 18 karat ose edhe për diamant për rastet më të veçanta që e keni në jetën e ju, i shkoni në Rubinin e keni në Albin katin e dytë. Dyqanin tjetër e keni në rrugën Garibaldi në Kryeqytet, edhe 2 pika tjera i keni në Ferizaj. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Djali i ri. Okej. Përshëndetje Cimo. Përshëndetje edhe për ty. Kush na ka telefonu? Ilmia. Po Ilme? Që mirë, si jetë ja Ilmi? Çka po bona, çka po byna? Valla, kërgjë pash pjus. A e ke zonë hien? Kur gjova, veni, sa i sinqer. A e ke zonë hien? Por na? A e ke zonë far hie? Po i mrana që të e kanë. Mos të vret Ilmio. Hajde me kelim, më ta qu ndash në... Ja, s'ka nevoj. Që jëm me mlum me qebe se mrana ftof. O Ilmi, ku e ki të shpinë që e ki ka ftof me qebe? Në fshaq, në sfraqak. Po e ka lëshu klima njeri qaq ftof që o dosh me hinë në qebe. A ke lëshu klimën ftof të nëzët se me qebe? Sa e ke lëshu Ilmi, sa e ke lëshu? Në le klimën që le dritare në pak ta mund ta bën. Jo mërë qarë, s'ka nevoj heq. Hajde të regon cilën vere kështë rikëthy. E kësha këthi 94-ën. 94-ën, për çfarë arsye? Në qatë vetë jë martue. E për çfarë arsye kështë rikëthy qatë vetë bashkë që e martu? Mos mu martu. A ka farë ndryshimi që kështë e bot diçka, shka? Jo, po, që tha, fjona mos më martu, po më martu edhe jere. Me ka një ishe martu edhe njera? Ishe martu me të njëjtin persona, ishe martu me njëri tjetër? Po më kon me të njëjtin s'kishtoni kësha këthy verën, apet? Me të njëjtin. Pse pe këtheno vlo, apet që ato, pse pe bën të njëjtin gabim 2 herë? Po jo, gabim jo, po... Kishe qash fi dashnis, bre? A më kupton, kishe qëllë njëre, edhe njëri isha martu me ty. Po, nejse, hajse s'po e pas kanë gatë. Po nga te ka, kështë shumë atë që e bëndejt e gojtë poshtë, atë mos ma levi shka mje dise. Faleminderit, përshëndes shumë, je i mrekullueshëm. Ilmi të përshëndesim, Ilmi me qigatë se e kuptum. Ja, s'po shkojmë, do shta i pota një 2-3 shpejta, po bëmre se ta është edhe ju në kryu shkollat e sene. Zërë me folë, edhe pse më rami flat dhe ka vëlla Ilmia dhe jashtë me flajt, po... Me qebe, diçka e kish fladit shumë, oj fjo. Ja ka mërdhi. Dikush ja kish mërdhi. Për ndryshe, kush do që po do me marrë pjesë në emision, du të me shemë maj rritën se 13 vjetë, sepse kjo emision i ka temat e tilla dhe presin për ata që jem pak për juve veç sa kanë nis verat, veç sa kanë fillu. Po, halo, sa më thonë verën e fundit adin kër e lexova lektyrën këta, apo lexojmë edhe tash, halo? Se neve na shtëshim baret prej prindërve. Kur u kthejshim tani na bëjke mësusja, hajde me na tregu çka keni lexuar. Leximit vjen prej prindërve. A di çfarë pyetje ta bëjke mësusja? E përshëndes mësuesën me Ireme, se e di që është un po. Nuk të vetë ku i ke kalu ti pushimet verore. Ku je kanë, çfarë deti e kanë? A ne keni ti bëjke këtu pyetje as që interesojke.
Theke, tregom çka ke lexuar për verën. Ku do që ke qenë? As që interesoj ke ku ke qenë. Edhe ti meçe me bumbës me lexu kur gjo, meçe. Me lexu I kallzeshe. Ngoj ke të knash. Mi thon valla kesh të ndeti. Atë jam pak te bora kse. Allo. Ja boj tash. Allo. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Unë jam Idrizi. Hajde Idriz. A jam drejt për drejt? Drejt për drejt je. Vesh nëse ki me thon ai sen që s'dohet, nuk je drejt për drejt. Ja, ko. Jam kom po kështu seriozisht, po më të çka cilën vjerë kishe kthyer. Kjo po pëlqen. Hajde tregom cilën vjerë kishe rikthyte. Po vitin 1982, apo këtë vitin kom, jo veç vera, por këtë vitin 1982 ka qenë shumë kështu I për histori te unë. Hajde tregona. Çka ka ndodhur atë vit? Në shkurt, 1982-s kom pa shku për Trieste për shopping. Në Trieste me një shok, me një tren. Tani po na thoj neve. A? I po thot tani po na thoj neve, ju të ri veç po vjeni, veç po argjoni. Edhe atje edhe tjetra çka është. U veç vazhdo, ti veç vazhdo. Po veç vazhdo se s'kena ku, vazhdo, po tutje. Ka qenë në tren relacionet Istanbul-Milano. Në atë në Jugosllavi kem shku me qatë tren, edhe kemi shku në mëngjes në ora 7, të ditën shopping në ora 7 jemi këty mrapa. Okej. Jemi këty. Çka ke ble Idriz? Urna? Çka ke ble? Kom ble se vartesha student jem kon atër. Je kon me raki. Për një 2-3 vjet e kom hiq dertën e garderobës. Okej, tjetër? Tjetër kom qenë qatë vit, 1982-ën. Kjo është pjesë më interesante. Në muajin qershor e kam pas kalu, kom dhënë provimin e anatomisë në mjekësinë, e kam të kryer në fakultetin e mjekësisë. E ke dhënë provimin që është konsiderohet më I vështirë në fakultetin e mjekësisë. Po e deshe. Din kjo të Kom kryer mjekësinë me ChatGPT. Po, edhe se kom dhënë ato me një djalë të Hoxhës, drejt në Bullgari. Për herë të por. Atje I thejshim atër markat me një vetë polakëve në kurs më të lartë me 200 marka rrishëm ka 20 ditë. Si zotni. Okej. Apo ndëgjoni? Po dëgjojnë, a veç po pres kur pe kryn. Po ti na vish për verën, po vesëm ti du dosh me dol tash 83, po ti vish për verën. Kjo viti u kon veç ka shëtit, veç suksese. Viti për verën. Edhe rastet e fund çati viti, se kemi qëndruar në Bullgari në 24-5 ditë me djalin e Hoxhës. Okej. Fund vitit kemi shku me Akropolis në Gjermani. Për çka shkove në Bullgari? Për çka shkove në Bullgari? Për pikën e qefit. Për pikë qefit. Ai deti I mirë atje, ha? Ai zotë na ruaj çfarë solira kon për neve në atë. Plazhat e ngont mira. Plazhat e mira janë kon. Po mja u kon e mirë ka deti. Seriozisht. Është tregimi për cilën na shkum mandej në Gjermani. Po tregoj drejt. Po. Te vajzat gjermane, jo bullgarka, polake, se te pedem kit matematik. Ja se diu në E dina I drejt e dina më stanin. Ku ngel çatë, bashkë në çator ku ngelën. Se kanë lënë me hi Bullgari. Inshallah nuk merr vesh ky djalë e Hoxhës për këto se mos po plet kam pse më para. Po është delash bolli Idriz. Gjoret mira. Ai është në Amerikë momentalisht. Idriz nalosh ashtu te deti, kokniknosh në deti, e të falenderojna shumë se s'kena më ku. Po, çatu te plazha e Bullgarisë nalo. Mirë. Tem shumë e mirë, shumë faleminderit. Faleminderit. O çu shaf kena kthy kohën e treni Milano Istanbul. Po, është domethënë ekziston alo linja, edhe veç dashta me hi. Po, edhe veç dashta me hi me po nëse është ende Milano, Ancona, Igumenic, Selanik, Istanbul. Më thonë që shtu është destinacioni që nalë treni. Shumë gjatë. Se dhe kysh ashtu e përshruiti, po shumë gjatë. Atëherë do më thonë fion, është brez gjatë knaqësh. Për në atë sponë është asër gjatë. Rrugët e trenit. Te, faleminderit shumë që na keni telefonu mesazhet pas orës 17. Deri nesër mos harroni me bo ata që dëni me bo gjithmonë, mu fladit dhe me jap shumë dashni. Mos harroni gjatë fladitjes me konsumu edhe puding apo pjesë ndryshme me proteina nga Zot e keni në për çdo market të Kosovës. Faleminderit shumë Jeta Baholli Hair and Makeup që gjithmonë kujdeset për dukjen time edhe nëse është edhe nëse s'është këto. Na jemi në pjesën e dytë bashkë edhe për një orë, kështu që vazhdoni.